Incident në vendin e punës. Punëtori në Han të Elezit bie nga lartësia. Një incident i rënd ka ndodhur në një vend pune në Han të Elezit, ku një punëtor ka pësuar lëndime pasi ka rënë nga një lartësi gjatë kryerjes së detyrave. Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 9 në fshatin Seqisht në gurthyesin Guri Bekuar. Bazuar në informacionet fillestare, i lënduari teksa po punonte në një vinç, dyshohet se ka pësuar marramendje dhe ka rënë nga rreth 3 metra lartësi. Fillimisht, ai është trajtuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Hanin e Elezit, e më pas është transferuar në emergjencën e Ferizajt për trajtim të mëtejmë. Sipas mjekëve, gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë, kurse në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë policore, të cilat janë duke kryer hetimet për të sqaruar rrethanat e incidentit. Rasti është iniciuar si rrezikim i sigurisë në vendin e punës.